Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri Rruga e Priftit në Islam. Ne kemi përfunduar librin, realisht historinë e atij prifti që ka pranuar Islamin, ndërsa në fund i kemi disa priftrinje me disa histori të vogla që kanë pranuar Islamin. Një është doktor Gerald Dirks, është ish klerik, gjaku i kishës së bashkuar metodike. Ky ka magjistruar në shkencat teologjike në Harvard. Ka doktoruar për psikologji në Universitetin e Denverit. Paramendo për shembull çfarë njeri intelektual vëllazëni, teolog krishter, prift, njëkohësisht edhe psikolog, edhe prej ligjëruesve shumë të mëdhenj në universitet. Edhe jo rastësisht çdo herë potencoj nëse një krishter i ditur, intelektual, hulumtues, i sinqert me Allahun e vet, nuk ka mundësi me qëndru në fenë krishtere. Ai e pranon Islamin. E kundërta është me tond që si din dy llafe për fenë islame, nuk din çka është shahadeti, nuk i din shtyllat e Islamit, edhe këta e shajnë fenë, këta dalin kishe pi fesë, se s'din. Janë njerëz që nuk kanë njohuri themelore të fesë islame. Dhe një person që nuk e din fenë e vet islame, ky person e ndron çka don bën, bëhet komunist, bëhet krishter, bëhet jahudi, bëhet budist, bëhet ku e diune. Mirë, po krishteri i sinqert, hulumtues, intelektual, ai nuk ka ndryshe përveç se e pranon Islamin. I kemi rastet konkrete. Thotë është autori i veprës Kryqi dhe Islami, ka shkruajt. Pastaj thot dialogu ndërfetar mes Islamit dhe Kristianizmit. Libra ka shkruajt. Ka botuar më se 60 artikuj nga lamia e psikologjisë klinike. Çfarë intelektuali. Thot për mbi 150 artikuj mbi kuajt arab. Mes tjerash ai thot, kur isha në moshë 17 vjeçare, kisha dëshirë që me qenë prift, më bë prift. 17 vjet i ka pas qef, më bë prift. Thot student i vitit parë në Harvard, që në atë kohë thot u forcua vendimi im për të bërë prift. Në vitin e parë studimeve, zgjodha religionin 2 semestral komparativ ku ligjëronte Cantwell Smith, specializimi i cilit ishte Islami. Domethënë me studiu Islamin. Mirë, po studiuesit krishter që japin mësime, ligjërata për Islamin, japin në mënyrë si përfatësore. Nuk hin detaje. Me bo me hin detaje, ke studenta du të me pranu Islamin. Po në mënyrë si përfatësore, në mënyrë historike, kështu pak a shumë. Thot, gjatë ligjëratave fort pak i pata kushtuar vëmendje Islamit. Pse? Se mendonte, a dini që vonë kanë mendu krishtert që Islami është sekt për krishtenizmit. Edhe çfarë thot ky? Se Islami thot më duke që është si krishtenizmi. Unë po du diçka më interesant me studiu. E ka studiu budizmin, hinduizmin, më dukeshin si më ezoterike dhe më të çuditshme. Islami ka botën tjetër, krishtenizmi ka botën tjetër. Xhenetin, xhenemin e ka dhe krishtenizmi e ka. Me lajket, ku e diun e këto, anek ne, krijuesi, i kanë këto, disa prej pikave i ka. Atëherë çka ka bu ky? Ky e ka studiu, domethënë, budizmin e ku e diun e këto, ezoterike. Edhe, qka u bo me ta? Pra, për këtë nuk isha interesuar atë sa duaj, më kujtojtë se punimi me shkrim i ati seminari ka qenë tema koncepti relevatës në Kur'an. E ka pas që to koncepti relevatës në Kur'an. Për arsye të standardeve rigoroze akademike dhe pretendimi i lëndës në fjalë të bova një bibliotek të vogël me rreth 5 libra mbi Islamin. Mirë, po thot, çdo njeri prej tyre ishte vepër e jo muslimanëve. Jo musliman që e kishin shkruajt. Jo muslimant, po e kanë shkruajt kafirat. Ato veprat e rreth Islamit. Ndërkohë përfitoj edhe nga 2 përkthime të ndryshme të domethënies së Kur'anit në gjuhën angleze dhe që i lexoja gjatë studimeve. Ka filluar vetë ajo hulumtimi ndaj fesë islame. Pranver të atij viti, Harvardi emëroi për mua një dietar tjetër që quhet Hollis. Kjo do të thoshte se unë kam qenë njëri nga studentët parateologjik më i aftin kolegj.
Para më më i ofti ka qenë në kolegj. Me sjellë Allahu azza wa jall çaj me pranu Islamin. Më i ofti. Tu prit ata ky njeri madh apo për më dhon ligjëratat krishterëve. Thot verës mes vitit të parë dhe të dytë në Harvard është universiteti i famshëm. Thot punoja si klerik i ri në kishën e bashkuar metodiste. Klerik, si prift ka punu, subhanallah. E cila ishte mjaft e madhe. Po ashtu edhe verën e ardhshme më lejuan të mbaja predikime në kishën, në këtë kishë. Pasi jam diplomuar në vitin 1971, u regjistrova për teologji po në Harvard dhe u magjistrova në vitin 1972. Magjistër i teologjisë. Për këtë më dhanë edhe bursën Stewart që shërbente si shtojtës e bursës së Harvardit. Se ka qenë privilegjum. Gjatë shkollimit tim për teolog kam kryer dhe program 2 vjeçar kapelan spitalor në spitalin e Pieter Ben Brighan. Kapelan, apo dini kapelan, kapedan që i qenë në për ushtri që ka teolog si prifta në për spitale, apo që ju japin dhe të ligjërata ushtarve. Pas ju diplomova në Harvard, verës kam shërbyer në 2 kisha metodiste në pjesën fshatare të Kansasit, ku ishte shtuar shumë interesimi në krahasim me kohën më parshme. Dave të bo, tipi. Edhe ishte shtu gjemati ti. Është pak ironik fakti se klerikët e rinje për të cilët është menduar se janë më të mirët, më të aftët dhe idealistë të shquar të zgjedhur për arsimimin më të mirë teologjik të ofruar nga shkolla teologjike e Harvardit, me gjithë nivelin e lartë të arsimimit kanë para disa të vërteta historike siç janë. E para, leximi origjinal i teksteve të ndryshme biblike, shumica e tyre janë në kundërshtim të theksuar me ato pjesën më të madhe kristianëve lexojnë në Biblën e vet. Më thoni kanë pa dallimet që mes Biblave, mes Ingjilit, mes ungjive, apo 4 ungji që janë të pranuar të krishterët. Ka po që ka dallime. Koncepti evolutiv, si që janë trinia hyjnore dhe djalëria e Krishtit. Evolutiv ka evolu kjo, se nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë, na i kemi trajtuar që fillet para, kërkush nuk i ka thonë Jezusit Zot. Kërkush nuk i ka thonë. As biri Zotit, që ka po perandori Romak, i ka mledh në konferencën e Nikes, apo koncilin e Nikes, i ka mledh plot prifta 300-400 asaj në konë, edhe hajde tiri i jepën një mendim, ky jepën një mendim, ky tjetër një mendim, anë këni, edhe Pali u konë aty, edhe Pali ka thonë mendimin që Jezus jo biri Zotit, Zotit, ku e dione, edhe pe marim si të mirëqen këtë akide, këtë doktrin, edhe pe bëjmë shtetërore këta. Se pagan kanë qenë. Perandoria romake ka qenë pagan, plus ka qenë krishterizm, krishtert kanë qenë, që shmi bashku këto me një fe, mi bo se këta po lypin paganizëm. Këta krishtert po lypin me pasu Isajnë a.s. Atër që ka me bo ta bëjmë djali i Zotit, ta vizatojmë Zotin. Pagant ma lete pranojnë, apo? Sepse paganizmi është me idhuj, me statuja, me sen. Atër edhe çfarë perandori romak i ka ardhur një ide shumë, ka qenë pëlqyer kjo ide e Palit, edhe e ka marrë mirësi të mirëqenë idenë e Palit, edhe e ka bërë sot asaj dite, ne jo rastisht themi që kjo është fe e Palit, jo feja e Isait alayhis salam. Ekzistimi kishës së lashtë dhe i lëvizjeve kristiane, të cilët kur nuk e kanë pranuar konceptin e trinisë, hyjnor dhe hyjnizimin e Isait alayhis salam, se kanë pranuar në fillim. Por se e pranuar në kohën e, domethënë, këtij koncepti të Nikes. Ekzistojnë koncepte tjera, disa nga frytet e arsimimit tim të priftit gjinden hollësisht në librin tim Kryqi dhe Islami, në 10 orë të vitit 1992, nisa t'i shtroj vetës pyetje serioze. Me menu mirë, me menu pak ma objektiv. Thot, ku jam unë dhe gjbëj? Thot, këto pyetje ngacmonin mendjen time. Gjatë 16 muaj që vazhduan, jeta jonë shoqërore ishte përqendruar në përbërësit lokal arab të bashkësisë islame, janë nisim me muslimantë. Edhe që aty, ka fillu, pastaj në fund e ka pranuar islamin. Deri në 10 orë, 75% kohës sonë e kalon me muslimanët arab. Pastaj në bazë të arsimimit tim teologjik, mora vesh se sa Biblia ka qenë shtrembruar, ku edhe në gjvend, nuk besoja fare masnej në trinin hyjnore. U largova pi trinis. E poshtë që kjo është
Po themi kufër, sa ata s'kan as kufër, s'kan. Këti kanë me kufër me shirk, këti kanë brenda Injilit, ungjive. Edhe çfarë nuk besoja në Trini, u kthy tek besimi i pastër që Jezusi nuk është Zot. Dhe as në metaforën djalëria e Krishtit, që i thënë djali i Zotit. Shkurtimisht, prej asaj kohe me siguri kam besuar në Zotin një dhe isha monoteisti përpikt. Vetëm Zotit ju lutja, kërkuj tjetër. Ashtu si që ishin edhe miqtë e mi musliman në këtë pikë, por një pikë ishte që hala se pranonte Muhammedin a.s. Dhe nuk i mjafton kjo. Apo, nuk është vetëm la ilaha illallah me thonë, po duhet me thonë edhe Muhammed Rasulullah. Në fund të janarit vitit 1993, gjithë librat e mi me tematikë islame i sistemova në një anë, libra të autorizuara nga dietarët e perëndimit, secilin e kisha lexuar hollësisht. 2 përkthime të Kur'anit në gjuhën angleze, përsërishin në raft dhe thot leximin e përkthimit të tretë në atë kohë përkthimi i ri Kur'anit në anglisht. Si ta lexon Kur'anin me sinqeritet ti nuk ki ndryshe vetë se pa pranuar Islamin. Në marsin e vitit 1993 thot unë dhe shoqja ime u knaqem në pushimet tona 5 javore në lindjen e afërt në Jordan, Naman, kanë shku. Ishte thot Ramazan, muslimanët agjëronin, po edhe na agjërojshim. Hajt, po agjërojmë edhe na. Ka krishterë që agjërojnë. Musliman, hajt edhe unë po agjërojmë e ta. Po nina diqysh ma mirë. Edhe thot, shpesher ishim të shoqëruar miq musliman, ku shërinjtë e miqtë tonë nga SBA-ja, unë me shoqen vendosem që edhe ne të agjërojmë nga nderimi për ta. Në atë kohë fillova të fali 5 kohët e ditës me miq që i gjeta në atë vend, miq musliman të lindjes së mesme. Ai po folet se ka thonë shahadetit. A ki po njone një aktor që thotë unë shkoj e fali gjumon. Mirë fornarën tjetër thotë krishterja. A thu shahadin po mërë, shahadin la ilaha illallah, e thotë shahadetin. Më dini? Dini për konështë, që e ka grunë muslimane. Po. Më thonë, grunë e ka muslimane, a i vetë është, thotë unë jem katolik, e kam filan hoxën, e kam mikë, senet, takona, shkoj e fali gjumon. Njënën tjetër thotë jem krishter. Festim e bajram e pashke, një fejnë një veti me po, më kuptan kështu. Pastaj thot, në atë kohë fillohet fali 5 kohët e ditës me miq që i gjeta në atë vend, miqtë musliman të lindjes së mesme, në fund të fundit në atë lutje nuk ishte gjë, asgjë me të cilën unë nuk isha në pajtim. Në rregull jemi, s'ka problem. Halem krishtar veç pi fali 5 vogta. Fundi udhimit tonë në lindjen e mesme u afrua. Miku im i vjetër, i cili nuk e fliste anglishtën, thot dhe unë shëtitni me një rrugë të shtrembër në një lagje të lëshuar të qytetit Aman në Jordani, kryeqyteti i Jordanisë. Thot gjatë shëtisë son përballë nesh u paraqit, thot u afrua një plak edhe na tha selam aleikum. Plaki. Ku pe dinë që o ki so musliman? Paqja qoftë mbi ju. Shtriu dorën për të përshëndetur me ne, aty ishim vetëm ne të tre. Ky edhe gruaja vetë edhe një arab që se dinte anglisht, po u përzinte. Thot unë aty ishim vetëm ne të tre. Unë nuk flisja arabishtën, kurse 2 të tjerat nuk flisnin anglishtën. Thot plaku duke më shikuar nga unë më pyeti muslim? E ka po muslimante? Në atë moment unë ndjeva veten në kurth. Ç'a më thon tash? Thot, nuk isha në gjendje të luaja kur far loje me fraza intelektuale, pasi mund të komunikoja vetën në anglisht, kurse ata të dy në arabisht. Ju përgjigja po. Po i tha. Që të ka pranuar Islamin. Po i tha, thot muslimani. Ajo ishte deklarata ime e parë se jam musliman të cilën zemra ime dhe gjua tashti e vërtetuan vazhdimisht. Subhanallah, qërën e era përshe, Allah e ka qu vetëm nëpërmjet një selami. Plaki ka ardhë, i ka thonë selam aleikum, se ka di që është kjo jo musliman, mase e ka po, zërtu folë anglisht, e ka po i ka thonë ti je musliman, kjo nalë, po musliman, me gjatë zemër, e ka thonë. Zemër, gjuhë, veprimi zotëri ka po sa do veprimet, me zemër, tha me zemër, apëshe, sepse e dini bindja ahli suniti që farë thotë, personi që e pranon islamin, duhet të pranin me zemër, me gjuhë dhe me vepër, apo? Ky me zemër dhe me gjuhë për momentin e shprehje me një aspekt, apo tha musliman jam, edhe pse, domethënë sipas Islamit duhet shprehjet shahadeti, apo duhet shprehjet shahadeti,
e pastaj pranimi. Shoqja ime 33 vjeçare po ashtu e pranoi Islamin, edhe ajo. Dhe për këtë falenderoj Allahun, pasi u kthyem në Amerikë, miqtan të shumt u befasuan me ndryshimin tim. Familja ime e pat ndaluar pirjen e alkoolit dhe përdorimin e mishit derrit, para se me pranu Islamin ona. Humbëm një numër të madh miqve. Sprov, subhanallah. Tash paramendo sa njeri u kon pasuesi këtij, sa njeri ka fol për krishterizëm, sa njerëz ju ka fol për krishterizëm, tash më shku dhe mi thon, e kom pranuar Islamin. Ti më thon sa vetë, çka u bë tash? Po del jo serioz model. Edhe thot, mirë, po thot, unë kam gjetur kënaqësi të plot në Islam dhe i lutemi Allahut Azza wa Jall që ai të jetë i kënaqur me mua, me robën e tij të përvuajtur, po e paraqesim thot fotokopjen e 3 diplomave të larta të ish priftit në fjalë që tu janë diplomat që i ka qit kë, a u thon që ka qenë prift. Ka qenë prift dhe prift i famshëm. Prift shumë i famshëm deri në takimin e radhës me Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.